Përshëndetje të gjithëve miq. Ritakojmë Mysterious të bashku dhe ja ku jemi. Erdhi java sërish dhe do të kemi mundësinë që të vijojmë të sjellim në Wedding Talks Albania personazhe që ju I doni fort. Kemi zgjedhur këtë puntatë të ulim në poltronin ton të podcastit ton një personazh I cili jam I bindur që nuk ka person në Shqipëri I madh, I vogël. Janë disa artistë që realisht janë të rrallë dhe arrin të prekin zemrat e të gjithëve. Grupacione nga më të ndryshmet dhe unë mendoj që janë populist, janë të tillë, janë të vërtet, janë afër publikut, janë afër jush, prandaj ju I doni fort. Dhe të tillë personazhe do të sjellim dhe do të mundohemi të ulim në poltronin ton. Ka artistë në fakt që lënë gjurmë me zërin e tyre dhe I ftuari ynë është një prej tyre. Prej vitesh është pjesë e skenës prestigjioze të teatrit kombëtar të operas dhe baletit, ku interpreton si bariton duke sjellë me profesionalizëm role dhe vepra të rëndësishme të muzikës operistike. Paralelisht ai ka ndërtuar një karrierë të suksesshme dhe në muzikën e lehtë me këngë të dashura për publikun dhe me qindra koncerte, mbrëmje muzikore, aktivitete familjare brenda dhe jashtë Shqipërisë. Me zërin e tij të veçantë për kushtimin ndaj artit dhe energjinë që përcjell në çdo interpretim ka fituar respektin e kolegëve, është nga persona që realisht nuk kam dëgjuar qoftë edhe një fjalë negative për të. Është shumë e vërtetë në fakt dhe me shumë kënaqësi mirëpresim në studio me një duartërkitje të ngrohtë dhe të fortë Aurel Thëllimi. Me Aurelin kam folur nuk e di se sa herë dhe ajo që vere tek artistët e mëdhenj jeni shumë me këmbë në tokë. Tani me thënë vërtetën këto target e mëdhenj të vegjël ne jetojmë. Ju jeni emra të mëdhenj. Ne kemi një duhet ta pranojmë këtë. Ne kemi një cikël jete, kemi një detyrim për shpirtin ton fundit, sepse ne bëjmë atë që ndjejmë. Njeriu lind I tillë. Unë mendoj që se thonë të bën familja, të bën jeta, të bën mënyra se si jeton. Jo, është një gjë e brendshme e pashpjegueshme me fjalë, që çdo njeri prej nesh e ka brenda vetes dhe është ajo që komandon gjithçka. Sepse ti mund të duash të dukesh I mirë, por të trahton e brendshme. Po, kështu që duke qenë 100% vetvetja spiritual në fund të fundit, sepse jeta është cikël, vrapon. Koha I kënaq shpejt sa dhe unë kam qenë 18 vjeç dhe sot I kam kaluar prej vitesh atë etapë dhe shikojnë që gjë më e rëndësishme është të bësh veten të lumtur. Të bësh veten të lumtur. Dhe unë kam një pyetje në fakt që ja u drejtoj shpesh, sa I lumtur je ti Aurel? Me të vërtetën jam I realizuar. Dhe duke qenë I realizuar I kam kapur jetës momente shumë të bukura dhe të lumtura. Kam patur fatin që rreth meje të kem njerëz pozitiv. Kam patur fatin që në të gjitha ambientet ku shkoj dhe ku kam punuar apo kam jetuar, të kem rreth vetes njerëz pozitiv. Nuk e di pse më distancohen vet ata që s'më duan. Çështja e energjisë, patjetër. Por ne jemi në një podcast dasmash dhe jeta në fakt nuk është vetëm dasëm. Nuk është vetëm momente të bukura. Jeta ka edhe poshtë, ka momente lartë, ka momente cilat ti në fakt edhe I ke treguar në pjesëmarrjet e tua mediatike. Një sakrificë shumë e madhe në fakt, ka qenë sakrifica që ti ke bërë për nënën tënde. Me thënë të vërtetën, ka qenë koincidencë edhe dita që babai im ka ndruar jetë, unë kam qenë duke kënduar se ka qenë natë e vitit të ri në 2007 tek një lokal në periferit Tiranës Zipo quhej në atë kohë, po ja them emrin sepse nuk është më po. Okay. Dhe po I tillë është profesioni jon. Me thënë të vërtetën e vlerësoj shumë si profesion sepse ne nëpërmjet muzikës nxjerrim dhe anën tonë emocionale. Të qash nuk është turp, të këndosh me fjalë për këngët në përgjithësi, sidomos këngët ballkanike, tekstet I kanë të trishta, kështu që ne në copa këngësh të ndryshme gjejmë atë shpërtimin ton emocional për të shprehur humbjen e njerëzve të dashur. Kështu është ndërtuar jeta, kështu jemi të detyruar ta jetojmë, nuk ka shmangje të gjërave që të ofron vetë natyra apo jeta apo zot. Dhe ti nga ky moment ke bërë dhe një këngë për nënën, një këngë e cila ka prekur shumë shpirtra, shumë zemra në fakt. Si gjetë frymëzimi dhe si ndodhi ai momenti I parë për ta krijuar atë tekst, atë këngë. Me thënë vërtetën, ishte një nëna për mashkullin është gjëja më e shtrenjtë, e kam thënë, nuk është se e kam thënë vetëm unë, e kanë thënë shumë meshkuj që kanë humbur nënën. Dhe kam qenë në ashensor, duke zbritur ashensori kur më erdhi vargu I parë. Dhe me nota melodie dhe pastaj vargun e parë duke zbritur ashensorin katë të tretë. Me erdhi gjithë tekstit dhe kam shkuar direkt në studio ke Mario Bregu ku kemi bërë këngën në një kohë shumë reale të shkurtër.
Do të lutesh sa të na i interpretoje pak, se jam i sigurt dhe ja Po audienca ti, jonë në këto, ta themi orën sa është. themi, Në këto orën sa jemi zgjuar nga gjulmi. Sa jemi zgjuar, por jam i sigurt që do na zgjoj dhe jo vetëm ne, por dhe emocionet. Sa kosa vite pa të parë, malinën më ka marrë. Tjera. Tjera dhe tjera, se do të kemi mundësin ta fusim pastaj refrenin edhe kështu, në pjesën e montazhit. Shumë i lidhur je me familjen apo ja, Aurel? Me thënë të vërtetën, çdo gjëje që më rrethon jap atë që i takon. Familja është pjesa më e rëndësishme sepse ti kalon kohë shumë të gjatë, por unë kam patur fat që dhe bashkëshortja ime të jetë me mua në teatrin e operës dhe baletit. Ju jeni koleg? Po, kemi qenë student të dy, kemi qenë shok klase. Jemi koleg, jemi dhe shok shumë të mirë në familje, kemi dhe një djalë të mrekullueshëm. Dhe me ulje ngritjet tona, se s'është se ne vetëm qeshim, kemi dhe ne debatet tona, mos përputjet tona, ndërtime të ndryshme për perceptimi, si çdo. Ju jeni njohur shpejt apo jo, në një moshë të re? Shumë të re, 18 vjeç. 18 vjeç. Po, 22 vjeç kemi vendosur të bashkëjetojmë. Jemi ndër të parët që kemi bashkëjetuar, sepse as prindërve nuk u kemi treguar në atë kohë se mentaliteti ishte që duhet të bëshin gjërat familjarisht, pastaj të ne jemi ka qenë mentaliteti asaj kohe. Po. Dhe ne në 2001-2002 kemi filluar të bashkëjetojmë, po paralelisht kemi qenë dhe të emëruar në Teatrin e Operës dhe Baletit, edhe studenta Akademisë së Arteve të Bukura. Kështu quheshin atë kohë. Ju keni dhe një djalë, quhet Neo apo jo? Po, quhet Neo, po. Neo ku ndodhet momentalisht? Neo për momentin është në Amerikë. Është në Amerikë. Po. Ka shkuar me studime? Jo, ka shkuar nëpërmjet këtyre agjensive për të punuar. Work and travel? Po, work and travel. Bravo, dhe sa bukur që e ka ushqyer me këtë. E ka zgjedhur vetë, nuk është se ne të dy si prindër u vëmë para faktit. Më tha do më ndihmoni tha për të paguar biletën, sepse aplikimin e kishte bërë vetë, pse jo, është një eksperiencë shumë e bukur. Hera e parë që largohet nga Shqipëria? Që largohet nga ju, nga familja, me periudhë 3 mujore po e parë, po kështu me periudha të shkurtë është larguar gjithmonë me shkollën, sepse dhe me shoqërinë e tij. Unë jam munduar që Neos t'ia shpjegoj si prind, sepse prindërimi është etapa më e vështirë, është një marrëdhënie që ti nuk e krijon me strategji, të vjen natyrshëm në këndvështrimin tim, dhe t'ia shpjegosh personit që ke përballë, qoftë ai fëmia jot, duhet të jesh shumë i qartë ajo që thua, dhe unë nuk e di sa i qartë jam, por jam munduar t'i them që çdo gjë duhet shijuar nga pak. Domethënë mësime duhen mësuar, po dhe jeta nuk duhet lënë pas dore, sepse e thash dhe më parë që vrapon koha aq shpejt sa ty në një etapë të caktuar shikon që ke mangësi apo i ke bërë gjithë ato që duhet të bësh në moshën e dur. Aurel, nëse Neo do e shikonte këtë intervistë, dhe jam i sigurt që dhe do e shikoj, çfarë fjalësh do doje ti komunikoje? Ndoshta ndonjëherë nuk gjen atë momentin për t'ia komunikuar kështu drejt për drejt, po nëpërmjet objektivit të kamerës, dhe është një momenti që lingelet për jetë. Atë që i them gjithmonë. Jo vetëm Neos, po të gjithë atyre që po na ndjekin në kanalin tuaj në YouTube, do t'i thoja merrini jetës më të bukurën. Dhe më e bukura je ti. Do të thotë ato që ty të pëlqejnë bëj në momentin e dur. Shumë e bukur. Ti a the fjalët Neos, po dhe Neo. Tash të gjithëve. Dhe Neo ka disa fjalë për ty. Ne do të na ndihmojnë në këto momente. Shko pak aty. Përshëndetje gjithë, përshëndetje babi. Është kënaqësi shumë e madhe për mua që e bëj këtë video. Sidomos është edhe më veçantë për arsye sepse ndodhem larg teje për herë të parë. Të lutem mos u bëj aq shumë merak. Desha të falenderoja për mbështetjen e jashtëzakonshme dhe të vazhdueshme që më ke dhënë. Gjithashtu dhe për kritikat që her pas here nuk janë aq shumë të nevojshme, por ti më jep. Ju puth, ju përqafoj, të dua shumë. Sa e bukur. Po si e gjetë lidhje, E gjetëm, ne gazetarët i gjejmë të gjitha. Faleminderit. Ka qenë lehtë për e gjeta. Ja, shikon që ato që ti sugjeron fëmijës duken dhe kritika tani, çfarë të bëjmë? Dhe kritika, ai kritikon shpesh kështu sa shok je ti dhe sa babaje. Me thënë të vërtetën unë jam natyrë që mendoj që mbaj shumë gjëra për brenda, por tash edhe një herë varet se sa i qartë jetë ato që thua dhe sa depërton që të kuptohesh
si kundërt e të fëmija, mbase atë sugjerimet e mia i duken kritika. Çfarë bëjmë ne? Kritika. Kritikat janë gjithmonë me peshë. Dhe ishte shumë i gatshëm në momentin që thash, patjetër tha do gjej kohën, tha dhe jam shumë i lumtur tha që po ma kërkon këtë gjë. Duke që ka një lidhje. Po, lidhje, çdo prind me fëmijën ka lidhjen shpirtërore që është me forcë logjike. Ço them unë shkretit tani, të flasësh me terma apo të sugjerosh gjëra, çdo njeri ka një mënyrë jete të vetën. Etapat e jetës janë dhe të bukura dhe të vështira. Ne flasim gjithmonë në këndvështrimin e eksperiencës të jetuarit të jetës time personale. Si më ka ardhur mua jeta, po jo çdo kujt i vjen si unë. Prandaj dhe sugjerimet duhet të jenë të sakta, sepse duhet të vinë në mënyrën që e shikon se si jeton personi që ke përballë shoku, miku, kolegu, vim nga familje të ndryshme, vim nga qytete të ndryshme, mentaliteti pavarësisht se ne themi është i njëjtë, po në këndvështrime të ndryshme është dhe i ndryshëm. Edhe ndryshon patjetër. Aureli, e vërtet një personazh që publiku të do fort. Realisht do dëgjoj vetëm komente pozitive për ty. Çfarë mendon që e bën një artist të suksesshëm dhe një artist që publiku ta dojë? Me të vërtetën të depërtosh në zemrën e individit është shumë e vështirë, sepse unë jam rritur me muzikën që në moshë të herët, shumë më ka zgjedhur në kopësh për të kënduar dhe që atëherë unë nuk u shkëputa. Dhe nuk e di se si do t'isha nëse do të kisha etapa të shkurtuara në profesionin tim. Domethënë ose pauzë, apo e them kështu. Në këtë mënyrë ne kemi kënduar këngët që diktoheshin në atë kohë, sepse edhe në studio ne nuk është se vinim dhe kërkonim një këngë me tekstin që e donim ne me vjen melodike. E gjenim materialin, e provonim dhe e blinim te autori. Ka qenë me lehtë atëherë apo tani të bësh muzikë? Ka qenë me lehtë më përpara apo tani? Nëse bën në retrospektivën dhe kthen vetëm pas në kohë. Po në atë kohë kanë qenë me gishta kompozitorët dhe tekstkruesit. Më kupton dhe ata me thënë të vërtetën, të përqen të sinqert, kanë qenë edhe racional, jo çdo kushte. Jo çdo këngë afroni në studiot e tyre për të blerë një këngë. Po mos harrojmë se që të blije një këngë në çdo etap jete, çmimi ka qenë më i lartë me standardin e kohës. Do të thënë kur kam blerë këngën e parë që ka qenë 1,5 milion lekë, roga ishte akoma 127.000 lekë. Që janë shumë, logjikisht janë shumë. Po, dhe sidomos sot kompozitorët e mirë kanë një kosto 4.000 euro e sipër të një këngë, kështu që të blesh një këngë është shumë e vështirë ekonomikisht dhe varet se sa depërton ajo tek shpirti, jo, tek mënyra se si do e sjellësh ti. Se jo çdo vi melodike dhe çdo tekst i shkon zërit tim apo këngëtarit. Prandaj po them, janë shumë gjëra të ndërturura profesionalisht. Unë kam fatin që të kem studiuar për muzikë dhe e di për kanto. Po, dhe e di shumë mirë, po kanto, po ne kemi bërë dhe unë për shembull kam bërë dhe metodologji kur kam qenë në gjimnas dhe e di shumë mirë se si duhet të këndohet, se çfarë i shkon zërit, se dhe zërat janë të përcaktuar. Ne themi tenor, bariton, po dhe këto kanë ndarjet e veta, kanë dramatik, spinc, shumë specifika të veçanta. Por jo çdo këngë i shkon çdo këngëtari, sepse ndodh që vokali im nuk përshtatet me tekstin e muzikën dhe ne pavarësisht vetëm për të bashkëpunuar me këtë kompozitor, e kemi marrë këngën, e kemi kënduar dhe nuk ka depërtuar. Dhe kur ajo këngë është risjell në kohë nga një këngëtar tjetër, ka ardhur më bukur se çka kam kënduar unë. Ose si ndodh e kundërta. Që një këngë kur e këndon për herë të parë një këngëtar i shkon aq shumë sa kushdo që e risjell në cover apo në koncerte të ndryshme apo në mbrëmje live, nuk i shkon sa këngëtari që e ka sjell për herë të parë atë këngë. Është më e rëndësishme të kesh talent apo të punosh, domethënë 99% punë, 1% talent, si e përkufizon ti? Si do ndaj? Po nuk e shikoj artin marketing, se zëri nuk mund ta bësh marketing. Me thënë të vërtetën, vitet e vështira të muzikës kanë qenë 2000, 2006, 2007, kur filloi playback-u dhe çdo gjë bëhej me playback. Dhe ishte një ndjesi fyese brenda meje kur unë dilja dhe thjesht kërceja dhe hapja gojën, sepse nuk kisha fuzion për të dhënë atë emocionin e duar. Kurse talenti është baza, unë e them gjithmonë në gjuhën e përditshme që s'ka gjën kryesore. Kështu që s'mund të ketë zhvillim, pa patur gjën kryesore nuk mund të ketë zhvillim. Kështu që talenti është i ndërtuar me marketingun, pa diskutim, por kur ke një zë të bukur,
Dhe kur ti i vë qëllim vetes që të sjellë gjëra të bukura, sepse të thash edhe një herë, ne kemi mentalitete të ndryshme, ne kemi botkuptim shumë të ndryshëm, edhe arti ka vështirësi. Unë për shembull unë kam kënduar live shumë i vogël, sepse e dua e dashuroj muzikën live dhe ne kemi filluar me orkestra. Në një etapë përfunduam të këndonin vetëm me një tastier, sepse mundësitë për të na marr, për të na ofruar ishin vetëm në këto kushte, që këngëtarit këndonte vetëm me një tastier, sepse aq ishte dhe pagesa. Kështu që kemi kaluar etapa të vështira, por nuk ka më bukur se ti të këndosh me një orkestër të madhe, ku çdo gjë është e luajtur live, ku emocioni është në mënyrë drejt për së drejt, pavarësisht se ti mund të kesh një kick zëri apo një devijim stonature, ama emocioni shpirtëror depërton aty ku duhet depërtoj. Se melodia e ndërthurur me fjalën depërton jo të gjithë, po te masa e madhe, po. Ti ke bërë vetë muzikë në jetën tënde. Pra nuk e marr ndonjëherë për shembull se shumë këngëtarë vendosin pse jo ta shikojnë veten në tregun e një biznesi ose diçka tjetër, ti jo, vetëm me muzikë. Po nuk kam patur mundësi, sepse dita ime fillonte në Teatrin e Operës në orën 9 dhe mbaronte në orën 10 të darkës, 11 të darkës. Dita ime fillonte nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11 të natës në Teatrin e Operës të Baletit, sepse cikli është i tillë. Ti do të shkosh, të lexosh, të studiosh. Unë kam patur fatin të bëj shumë role si solist i parë në Teatrin e Operës. Ju jeni çdo ditë aty, duhet ta themi. Po, nga hëna në të diel, non stop. Po, ne jemi çdo ditë dhe nga shtatori deri në mes të korrikut ne kemi një agjendë shumë të ngarkuar. Dhe paralelisht kësaj agjende ka qenë puna ime personale, sepse unë muzikën live e fut në gjendjen time shpirtërore. Ka të bëjë shumë me atë ndërtimin tim që unë shpërthej emocionin tim, ndryshe nga muzika klasike e cila është strikte. Unë në muzikën live kam të drejtë këndoj çfarë të dua dhe si të dua unë, sepse në fund do ta sjellësh ti në mënyrën tënde, se po nuk e sjell dot ndryshe. Unë për shumë ne kemi pasur debate shumë të mëdha në rrethin ton artistik, ku thonë këngëtarët e Veriut nuk duhet këndojnë muzikën e Jugut apo këngëtarët e Jugut. Po, dhe kjo ndarësi nuk kam arritur ta kuptoj pse ka qenë, sa ndonjëherë më duket sikur cënon punën e tjetrit, por jo, këngëtari që ti këndojt të vendosura në vokalin personal, pa diskutim që i sjell në atë mënyrë dhe në karakter, pse jo. Ka këngëtar shumë të mirë që e bën çdo lloj zhanri muzikor. Profesionist. Mos harrojmë që ne jemi një brez që kemi filluar muzikën live të kombinuar me muzikën popullore. Ne këndonim Elton John, George Michael në live-et tona dhe pastaj shkonim pa diskutim që shkonim te muzika jonë. Qytetare popullore, sepse depërton dhe ajo në fundit ne jemi shqiptar. Kurse me kalimin e viteve i kemi vënë një qëllim vetes që ta zhvillojmë këtë muzikë që të ketë që të depërtojmë vlerat siç kanë depërtuar jashtë Shqipërisë, sepse ne edhe në UNESCO ka shumë zhanre muzikor që janë futur për të mbrojtur, siç është muzika jonë polifonike. E drejtë, e vërtetë. Dhe miq se jemi këtu tek muzika popullore, dua të pyes, performon dhe në evente familjare, në përdasma, je prezent në gëzime familjare për shumë vite. Gjithë jetës time. E bukur si ndjesia apo jo? Ti je prezent në ditën më të bukur të një çifti. Kur rrim në ambiente të vogla dikur, që ishim adoleshent, i thoja që pavarësisht karrierës artistike që mund të bësh çdo këngëtar, të gjithë do të jemi pjesë e eventeve familjare. Pse? Sepse ne jemi një shtet shumë i vogël dhe koncertet artistike janë shumë të vogla. Flas për vitet që kam jetuar unë, sepse tani koha ka ndryshuar dhe metodat e për të bërit art kanë ndryshuar. Sepse artistët sot po këndojnë në për stadiume apo në për skena të mëdha. Por kënaqësinë që ti e mban veten në formë shumë të mirë, janë takimet në fundjavë në për evente, sepse ti ke kontakt drejt për drejt me publikun, po mos harrojmë, sepse unë personalisht aty zhvilloj dhe materialin muzikor që do të nxjerr në të ardhmen, sepse e di shumë mirë se cila është muzika që kërkohet në këtë periudhë të caktuar. Po, është një kronometër dhe ti shikon se unë në eksperiencën time, po ne kemi nxjerrë një këngë s'ka si ju, s'ka si ne, që kemi qenë 4 këngëtar, 4 mendje të ndryshme, 4 perceptime të ndryshme për personalitetin artistik, dhe ajo këngë sot ka kaluar 15 vjet dhe këndohet jo vetëm për evente,
por në të gjitha ambientet që kanë longje apo pishina brenda dhe jashtë Shqipërisë, në Arabi, në Turqi, ne kemi marrë video nga Australia e largët. Kështu që është një kënaqësi shumë e madhe që muzika shqiptare. Vite me radhë ti kur e dëgjon të duket aq shumë prezente domethënë. Po dhe më vjen mirë që një mesazh i 4 artistëve siç ishim ne në atë këngë, depërtoi deri në Australi. Sa larg. Kështu që mua vjen shumë mirë kur në longjet australiane vjen muzika jon. Sa larg shkon, sa po, është ndërtuar, që muzika ballkanike është ndërtuar në mënyrë të tillë që të deportojë dhe të shijohet nga çdo lloj individi. Hajde kapim një referencë shkurtë. Hajde gas, edhe para, bëni qef, edhe sevdam. E tjera. Se bëhet recital pastaj. Aurel, të ka ndodhur ndonjëherë të ngatrosh emrin e nuses ose vendrit në das? Po, më ka ndodhur. Si e ke kaluar pastaj? Më ka ndodhur, sepse me thënë vërtetën, ne mbajmë një peshë shumë të madhe në dasëm, sepse jemi njerëz në fundit. Dhe ne dasmët tona, për fat të mirë, 5 vitet e fundit janë me skalet. Më kupton, po ndodh që në moment të fundit nusja me dhëndrin devijon këngën që do ketë për futje. Aron shpesh, ndodh gjithmonë që aron për të thënë që fjalimin e mbrëmjes e mban prindrit dhe jemi ne ata që duhet ta pyesim ku janë prindrit që t'i çojmë mikrofonin dhe në këto momente duke u ngarkuar, duke devijuar dhe këngët e para që ti do hapësh mbrëmjen, sepse janë minutazh që ti është përcaktuar dhe ti e devijon. Pra ka dhe një skaletë dhe aty. Ka një skaletë përcaktuar me orar fiks. Ndodh që nusja ose dhëndri dhe bonohen dhe devijon dhe orari për të futur, janë elemente që ndodhin në momentin e caktuar live aty, kështu që normal që ti pa diskutim që haron, po fatmirësisht sot leduollet shënojnë në emrin e çiftit, kështu që aty del emri për shkak se mund ta ketë Ermali dhe Elisa e kush mund të jetë. Tani këto pyetje që do të bëj janë kështu rufej të shpejta. Ke kënduar ndonjëherë Ismur vetëm të mos prishje punë? Kam kënduar shumë herë Ismur dhe kam mën buzëqeshjen dhe e kam menduar që ke marrë përsipër për bërë një gjë, e kam bërë dhe kam kënduar teatrin opërës dhe baletit, kam kënduar operën Kosi fan tutte. Të ka ndodhur të kërkojnë të këndosh falas? Kam kënduar falas. Ke kënduar falas? Po, më ka ndodhur në disa dasma që nuk kam patur mundësi të më paguajnë, i kam thënë më jep sa të duash, unë do të vi, sepse në fund thash dhe jemi njerëz, është sikur unë gjithmonë vendos veten time në planin e personit që është përballë meje dhe më ka dhënë pagesë aq sa ja kam dhënë vetëm tastieristit dhe klarinetistit dhe për vetes ja paguar. Wow. Je tip që fal lekt apo mban inat? Më thënë vërtet s'mbaj inat fare. Nuk mban? Po, nuk mbaj inat fare sepse personat që kanë dashur të kem në jetë nuk i kam humbur dhe kemi qenë me vende të përcaktuara, secili prej nesh na ka treguar deri ku e ka limitin. Si unë atyre dhe ato mua. Po cila është ajo gjë që ti nuk do ta falje kurrë, domethënë, këtë gjë nuk e fal. Është shumë e fortë. Çdo gjë nuk falet, mosmirnjoja nuk falet, pabesia nuk falet. Janë të forta. E përdorura e konfidencës nuk falet, sepse ne jemi në momente të caktuara, në ambiente të caktuara, për shembull nga euforia, duke para një gotë e verti mund të thuash dhe një fjali të gabuar. Dhe ajo shkon, devijon gjatë rrugës dhe shkon te personi që s'duhet të shkojë. Edhe kjo është e pafalshme. Sepse ka mësuar me jetë që brenda një shoku të ngushtë, brenda një miku të ngushtë, ti mund të jesh edhe e te kalon vetveten duke folur diçka që s'duhet. Por e marr nga personi që ke përballë dhe transformuar, kjo devijon atë që ke thënë ti. Kështu që çdo gjë është e pafalshme në jetë, nëse ty të cënon. Në këndvështrimin. Çfarë nuk do të sakrifikoje kur për famën? Për famën, për nëse e kthejnë dhe veten pas për shembull. Çfarë nuk do ta bëje kur? Dëgjoj, unë gjithmonë i kam vënë qëllim vetes që të jem njëri pozitiv. Dhe rrallë më ka ndodhur që të marr një koment negativ për personin tim dhe më vjen shumë keq që ndonjëherë njerëzit gjykojnë personin dhe merren ti e kështu, çfarë s'kan thënë. Është mendimi i tyre, s'më intereson fare. Unë atje jam Aureli këngëtar, jo Aureli si person. Nëse njerëzit duan të shikojnë anë të tjera tek ty, s'kan ku ta kenë mundësi, sepse duke jetuar në për qytete të ndryshme, ne nuk kemi shok që të dish se sa vlera ka individi, ka Aureli, ka personi që ke përballë. Kështu që mos u bini njerëzën qaf kot me komente negative, sepse ajo është një gjë që
ty personalisht si kundër dhe moderator dhe këngëtar dhe në çfarë do lloj fushe tregon një lloj ngushtësie të jetuarit. Ti ke jetuar për të bërë të lumtur veten dhe për të dashuruar veten. S'ke pse i bie tjetrit në qafë në ambiente të caktuar, në Instagramin e tij, në biznesin e tij privat. Kemë mundësi të themi fjalë të mira si këngëtar, nëse më pëlqen. Më ndiq, falenderoj. Nëse s'më pëlqen, është arti, është shije. Edhe unë çdo këngë që këndoj vetë e shijoj prej vite, e shijoj vetëm në një moment caktuar. Po jo mbas 2 viteve, 3 viteve. Të ka ndodhur kjo pjesa e të qunurit personazh publik. Thonë që është ndihmë, është suport dhe pa diskutim që është e tillë. Të ka ndodhur të jetë kthyer në të kundërtën për shembull. Absolutisht jo. Jo, sepse ka arritur të depërtoj energjia ime dhe jam shumë i vërtet të ato që them dhe ka depërtuar dhe fjala ime dhe jam shumë i thjeshtë edhe në jetën e përditshme kur dal nëpër dyqane, edhe në çdo lloj ambienti që ndodhem, unë jam aurë të qëllimi një njeri i thjeshtë që ditë punoj dhe profesion kam të kënduar. Se shikoj që me këtë profesion duhet marr vëmendje nga të tjerët, sepse jam njeri. Dhe duke qenë njeri, ti e di që të tjerët kanë ngarkesa të përditshme dhe nuk e kanë mendje të dëgjojnë këngën tënde. Sa e bukur. Shumë humble, shumë modest. E vërtet. Cili është momenti më i sikletshëm në karrierën tënde? Momenti më i sikletshëm ka qenë kur paralelisht me operën këndoja për live. Kisha bërë një kontratë me paralelisht. Dhe ka qenë shumë e vështirë sepse e ruaj këtë kujtim, kemi qenë tek një lokal që dhe sot edhe ai është mbyllur, kam të drejtë ta them emrin e parë. Këndoja me Angela Peristerin, Erik Loshin dhe Blerina Brakën, që janë të tre miqtë e mi. Me Blerinën njihesha shumë kohë përpara. Blerina është nga artistet që ne jemi rritur bashkë dhe është mikeshe familjes sime. Aty u njoha me Angelën dhe Erikun që aty lini bashkëpunimi? U krijua dhe një miqësia që fort, sa sot jemi më shumë se miq, jemi motra e vëllezër me njëri tjetrin, se mbështetemi në ditë të bukura dhe të vështira. Por ama në net të tilla që unë duhet të di, sepse performanca fillonte në orën 12 të natës dhe mbaronte në 4 të mëngjesit. Unë në orën 9 të darkës po asaj mbrëmje kam patur 3 shfaqje shkozi fantuten që kam qenë roli kryesor i Guliemos dhe i kërkoja shokut tim, i thoja tani si do e menaxhoj unë edhe të këndoj 3 orë muzikë me një impostim ndryshe. Të shkoj edhe në lokal të këndoja 45 minutin që më takonte mua dhe ju kërkova këtyre, thash të lutem sot më lini mua të këndoj të parin. I thash që ti iki që të çlodhen për nesër. Po ndodhi e kundërta. Ata kënduan të parë dhe mua më lanë të këndoja të fundit. Dhe kjo ka qenë vështirësia ime më e madhe, se kam përfunduar në shtëpi në orën 4, gjumi më ka zënë në orën 6 dhe jam zgjuar shumë shpejt për të hapur vokalin që në orën 7 të mbrëmjes ta kisha në formë të duhur. Janë sakrifica që duhet të bësh në profesion, ka qenë psikologjikisht një ndërtesë shumë e rëndë për gjendjen time emocionale. Sepse ti pretendon të bësh më të mirën. Është minimumi që mund të bësh profesionin tënd. Tani unë e di që ti ke shumë mish, këngëtar, artist, me të cilët të ndanë edhe momente, siç e tham, momente të bukura, momente të vështira, por je edhe i lidhur kështu artistikisht. Ermira Kolën për shembull. Ermira Kola është jeta ime. Unë kam qenë 4 vjeçë, Ermira ka qenë 8 vjeçë, që jemi prezantuar në ambientet e Shtëpisë Pionierit, qytetit të Korçës, dhe kemi vazhduar pastaj këto etapa gjithë jetën dorë për dore, deri në kohën e sotme që është jeta ime, e thash me këtë fjali. Ja dim çdo gjë njëri tjetrit. Unë kam intervistuar, kam bërë një intervistë me Ermirën dhe di të them që domethënë realisht këngëtar të mëdhenj me potencial aq të madh dhe kaq shumë modest. Ja siç je ti. Dua të më thuash një anë pozitive ka plot, po dhe një negative, të gjithë këtyre artistëve të cilët do përmendim. Ermira Kolën e nisim. Me një fjali, një anë pozitive dhe një anë negative të Ermirës. Ermira Kola është një njeri shumë i gjendur në jetën tënde, në ditë të bukura dhe të vështira. Kjo e mira, po e keqja? E keqja është ka lënë pas dore karrierën dhe i është përkushtuar familjes. I është përkushtuar pak e drejtë, po. Angela Peristeri. Angela është një njeri, s'mund të them një artiste në marrëdhënien që kam unë me Angelën, me Ermirën e me tjerë. Angela është një shoqe që mua më ka mësuar shumë. Se si duhet ta vlerësosh veten
si individ, më ka dhënë një kulturë tjetër kur erdhi nga Greqia, ja kam thënë dhe jo më larg se para 2 ditëve, ana negative. Është që nxehet shpejt dhe i bie nervat shpejt. Okej. Edhe nxehet dhe i bie nervat brenda 1 minute. Okej. Eri Klloshi? Po Eri Klloshi është nga djemt më të mirë artist. Është një shok që ti e kalon kohën bukur, ka shumë adrenalin, ana negative. Nxefet pak shpejt. Apo jo? Po edhe ai si Angela brenda 1 minute. Do e thoja Kjo këtë, do do e ishte thoja. ana negative. E njoh dhe Erikon. Ermal Mamashi. Ermal Mamashi, ne kemi qenë në shkollën akademine. Ju dhe keni punuar bashkë. Keni pasur në një... Jo, nuk kemi patur fatin të punojmë. Së mend se kemi shumë vite me Ermal Mamachin. Kemi qenë në shkollë dhe kemi patur një batut vokalize. Dhe ja them gjithmonë Piro, se kështu e bënte vokalizën Ermal Mamachi. Me thënë vërtetën anë negative nuk ja njoh sepse marrëdhënia është e tillë, është korrekte. Nuk është se kam shumë shok që të di dhe ku çdo. Këtu i besoj e njeh shumë mirë Blerina Brakën. Blerina? Shoqë ngushtë. Uragan. Uragan. Blerina është uragan, është një nga mikeshat e mia të tash, që më jep vetëm humor, më jep vetëm energji, edhe Blerina të njëjtën defekt ka, që ka lënë pak pas dore menaxhimin e të kunduarit live. Ku është Blerina? Sepse Blerina sot momentalisht. është duke rritur 2 fëmijë të saj të mrekullueshëm, ka një familje të mrekullueshme. E përshëndesim. Mateos Froku? Mateos Froku është një artist shumë i mirë. Më thënë vërtetën, unë shkoj shumë mirë me Mateosin, nuk është të takojmë rrallë, takojmë shpesh, defekti që ka. Po ku diun çfarë defekti mund t'i them Mateos? Si ke vënë? Nëse s'ka mos kalojmë pas dore aktrimin, sepse është një aktor shumë i mirë, ka mbaruar shkollën për aktrim. Okej. Eli Fara? Eli Fara Vajza shqiptare. Është modeli i këngëtares shqiptare, është një vajzë, është një zonjë e matur, shumë korrekte në mënyrën e komunikimit. Defekti që ka. La këndoj një këngë veri ose vetëm jugut e serenata dhe muzikë të lehtë. Çfarë defekti ti që në Eli Fara? Aurela Gaçë? Aurela Gaçë është frymëzimi i çdo artisti, sepse është nga ato artiste që merr formën e këngës, pavarësisht karakterit të këngës, trevës që ka kënga, defekti që ka. Besoj se ka një defekt Aurela Gaçë, që me thënë vërtetën është aq korrekte me të gjithë ne artistët dhe me ne kolegët, sa s'mund të gjej asnjë defekt tek ajo. Thuhet që mes artistëve ka dhe bife. Do të thënë kjo pjesa e konkurrencës, ti e ke vërejtur këtë për shkak? Si ka mos? Asnjë se kam vërejtur, sepse thash në një dhe do më falit pi pak ujë. Pi ujë e marrin vetë një shumë të mirë. Fati më ka sjellë që në fëmijërinë time të këndoja në qytetin tim të Korçës me emrat e kohës, që kanë qenë Ermira Babaliu, Afrodita Zonja, apo Belmazi. Ka qenë dhe profesorja jote, a? Po. Ermira Babaliu. Ashtu. Kur kam ardhur në Tiranë, Fati më ka sjellë që në klasë të jem me Ledina Çelon, Vikena Kamenicën. Ka patur fat që gjithmonë të jem vetëm me granjer. Ti ke qenë vesh ka mesdjamit në këtë moment. Po, kam qenë një mashkull në 18 goca, derisa erdhi dhe një çun tjetër pastaj me shtesat në akademi, që u bëm 2 meshkuj me 18 goca. E mirë, vetëm me ty që s'do hanin xhelozia. Në muzikën live ka patur fatin të këndoj me Ermira Kolën, Blerina Brakën në fillimet e karrierës, pastaj me Angela Peristerin që e ka kaluar kohën shumë bukur, Era Rusi, domethënë kam patur fatin që në krahun tim të karrierës të mësoj, por ama dhe të këndoj me këngëtarët më të mira të tregut shqiptar. E drejt, shumë e vërtetë. Kështu që s'kam se të kem zili, sepse unë me dashje, pa dashje, e merituar apo e pa merituar, kam qenë në standardin e muzikës elitare. Ne e kuptoj. Tani duke ditur që ke kaq shumë artistë, mos harroj që kam harruar dikë. Po. Kam harruar shokun tim të ngushtë, Armando Likën, që është bariton i parë në teatrin e operës dhe baletit. Të thash dhe një, këto lloj emrash që janë Angela, Armando, Blerina, Ermira Kola, Era Rusi si artiste, janë njerëz që më kanë mësuar shumë, dhe më mësojnë, sepse njeriu pavarësisht e vitet ikin, ne mësojmë shumë nga njëri tjetri. Por unë kam dhe miq të shtrenjtë që s'kan lidhje me artin, që janë mbështetja ime shpirtërore. Që janë Matilda dhe Eva. Ju dua shumë.
Është bukur ti jesh mirënjohës, dhe mendoj që është një vlerë sot. Pa diskutim. Ta ndjesh mirënjohjen dhe ta shpresh dhe ta komunikosh atë. Tani Aurel mbërim tek një rubrik, nuk e di si të duket ty kjo, rubrika e prankut. Ne të kemi bërë ty një prank, tani është momenti që ti të bësh një prank. Duhet ta bëj patjetër. Me këtë duash, tipo ti ke kaq shumë artist dhe Po, kaq këto- shumë i lirshëm sa nuk mendoj fare që mund të jetë problem. Po pra, po këto të mit flen. Këtë mendoj, po. Kush mendon ti që mund të jetë zgjuar për shkak në këtë orë? Zakonisht këngëtarët ju ndodh që në këtë orë edhe të flejnë, se do duhet të shlodhen për të Ja po ja bëj Armando. thyer sërish për të performuar. Filluam Kuj? im Armando. Okej. E mendova çfarë do të thosh. Okej. Jemi. Tash këta artistët e mi o janë në gjumë o janë në punë. Nuk e hap, Nuk e hapi. me dhimbje. Mirë se e presim. Të tjerët mos, Kë mund të marrim? të gjithë janë në gjumë. Po ta Janë them se plena, kanë qenë janë dje në gjumë. dasëm dhe i ke të gjithë në gjumë, do bjerë zilja dhe nuk kanë për ta hapur. Ta garantoj me 100%. Angela jo. Ja kthej borxhin Denisës, e di që është në Angli, Denisa kështu Denisa. që Ka ikur Angela. Angela zgjohet në orën 1:10. Okej. Ua, ja ditë këtë Po, orën ja di fix, dhe ora, një pa 10. ja dim njëri tjetrit sepse pastaj shkon në palestër, kështu që ja dim të gjitha agjendën njëri tjetrit. Aurel, jemi në fund edhe do doja nuk kishte si ta mbyllim ndryshe me një muzikë të cilën ti do doje ta që rasti audiencën tonë. Po ato Në vëre, një podcast dasmash, nëse do të na dëgjoj unë tash në Ja, fillim po, të që muzikë bisedës dasmash, po. që këngëtari del shumë bukur kur ka një orkestër mbrapa, ju a merrni një kapela këngë. kështu jo? Merrni një e këndova 2 a kapela me falset biles. Çfarë këngë mund të këndoj? Çfarë të duash ti? Si e hap dasmën për shembull? Si e hap ti? Pa ajo është në varësi të ambientit ku jemi, sepse Po da zakonisht, çfarë po zgjedh? ndodh që mund të këndojmë edhe këngë këtu, ja Dance Me to the End of Love, ka patur rasti që Vërtet. kemi, po Edhe me këngë të huaja. pa diskutim, Jo vetëm me unë shqiptare. çdo dasëm e ne kemi një repertor prej 30 Të minuta huaj. çdo këngëtar që këndon dhe këngë tuaja, sepse e tillë është në perceptimin ton dasma duhet të jetë me të gjitha zhanret muzikore dhe muzika e letë është shumë e bukur. Ja niste pak ti se pastaj e kapim montazhin. E mirë, unë po këndoj një refren të jetës sime. Haroje, haroje, ti dashurin tonë, largoje ti brengat, e lumtur jeton. Oh, shumë e bukur kjo. Patjetër që e njohim edhe e duam shumë. Aurel, falenderoj shumë. Kënaqësi për dhe të uroj intervistën. suksese. Faleminderit. Dhe merri gjërat më të bukura dhe ti këtij emisioni, se artistët kanë një gjë që nuk gjajnë me njëri tjetrin. Jo, është e vërtetë. Jeni shumë të ndryshëm nga Kështu njëri që tjetri. dhe Po ti kjo është e duhet bukur, dhe ti duhet diversiteti. përfitosh. Po. Edhe ti duhet përfitosh sepse puna është arritja më e bukur për njeriu, por e ndërturur me të jetuarin bukur. E bukur. Mos krijo armiq kur në jetë. E vërtetë. Oh, sa këshilla me vend. Të falenderoj shumë edhe shumë suksese në rrugimin Faleminderit, tënd. suksese. Suksese edhe çunave. Faleminderit. Këtu do të ndajemi miqtë, do të kemi mundësinë të ritakojmë sërish javës tjetër me një tjetër të ftuar. Mirupafshim.